Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi dokumente të reja mbi Jeffrey Epstein, përfshirë mbi 3 milion faqe, 2.000 video dhe 180.000 fotografi, shumë prej të cilave përmbajnë materiale të papërshtatshme për të miturit. Sipas raportimit të medias ndërkombëtare, midis dokumenteve përmendet 3200 herë emri i presidentit Donald Trump. Zëvendës prokurori Todd Blanche shtoi se departamenti nuk po mbron askënd, duke përjashtuar çdo ndikim të mundshëm në mbrojtjen e presidentit. Ne nuk e mbrojtëm presidentin, nuk mbrojtëm askënd, tha zëvendës prokurori gjatë konferencës për shtyp, duke nënvizuar se dokumentet synojnë transparencë dhe informim. Ndër zbulimet e para janë dhe të dhënat mbi bashkëthemeluesin e Microsoft, Bill Gates, i cili sipas dokumenteve dyshohet se ka pasur kontakte seksuale me vajza ruse dhe ka kontraktuar një sëmundje seksualisht të transmetueshme. Emailet e Epstein për Gates përmbajnë dhe kërkesa për të mbajtur fshehur informacion nga gruaja e tij atëhershme, Melinda Gates. Po ashtu dokumentet përfshin komunikime të Elon Musk me Epstein. Miliarderi pyet në një email për mundësinë e një vizite në ishullin e tij, Little St. James, ku më vonë disa viktima raportuan abuzime. Nuk është e qartë nëse Musk ka vizituar ishullin, ndërsa ai ka mohuar gjithmonë ndonjë lidhje me Epstein.